Projekti quhet Albania Glass Recycling. Momentalisht ne jemi duke grumbulluar mbetjet e xhamit nga kompani të ndryshme industriale. Një projekt i cili u mbështet nga Bashkimi Evropian dhe u implementua nga GIS. Ne po funksionojmë me kompani të ndryshme të cilët sjellin xhamin dhe nëpërmjet mbështetjes së Bashkimit Evropian jemi pajisur dhe me kontinjer të cilën kemi pasur mundësi të ja adresojmë kompanive të ndryshme. Nga mbetjet e xhamit, ato kalojnë në makineri, është procesi i parë e cila bëhet blurja, më pas kemi makinerin tjetër e cila është sita që bën ndarjen e grimsave shumë të vogla të xhamit, nga 1 mm deri në 4 mm masia më e madhe. Deri më tani kemi arritur të grumbullojmë rreth 40 ton xham të pastër. Më përpara, filtrat e pishinave nga kompanitë të ndryshme merreshin dhe bliheshin në treqet europiane dhe ne jemi të parë që po e sjellim atë në vendin tonë dhe kompanitë tashmë e kanë më të lehtë blerjen e tyre. Mbetjet e xhamit është vetëm një nga pikët dhe problematika që ne kemi në mjedis, por ne nuk duhet të harrojmë edhe mbetjet e tjera, mbetjet e materialeve të rënda, plastikën, kartonin e tjerë, kështu që çdo individ nga ne, çdo biznes mund të kontribuojë duke kontaktuar kompani të ndryshme të cilët e kanë nisur tashmë këtë nismë dhe të japë një kontribut për një mjedis më të mirë.